Ndërkohë, në këtë moment unë do të qëndroj pikërisht tek kjo çështje, tek mënyra se si strategjia deri në 2027 vjen në vëmendje për t'i parë dhe për t'i analizuar në fakt edhe me realitetin me cilin ne ndodhemi dhe duke parë vendosjen e politikës, grupeve kriminale, sulmeve kibernetike përballë strukturave të reja dhe konkretisht SPAK-ut me avokatin Kujtim Cakrani. Përshëndetje avokat. Shëndetje, faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Faleminderit ju, ne kemi zgjedhur, sikurse ishim edhe pak më parë për rreth 20 minuta me kolegun Arsen Rusta që këtë strategji të SPAK-ut deri në 2027 ta shohim përballë realitetit dhe punës së përditshme. Friksohet, i druhet, ndryshimeve ligjore është një nga pikat për cilat në draft thuhet se do të ketë takime të një pas njëshme, cilat e konsiderojnë si periodike dhe më pas do të mbahet pra dhe publiku do të jetë pjesë e le të themi informimit. Janë 3 shtylla kryesore, po ndalemi këtu. Avokat, në këtë strategji, sheh ndonjë moment ku realisht kërkohet që me ligj të cënohet SPAK? Shiko, do të kuptojmë diçka. Ne jemi vetmi vend në rajon që kemi 2 prokurori, kemi 2 struktura. Kemi prokurorinë e zakonshme dhe prokurorinë e posaçme. Kjo është vendosur në kushtetut që asnjë vend tjetër, siç e thash i rajoni, por dhe në Evropë nuk e ka 2 struktura paralele. Kjo nuk e di arsyet e vërteta përse e vendosën ta bënin vendin me 2 prokurori, ku ta nxinin një prokurori, ta nxinin jashtë kompetencave të prokurorit përgjithshëm, që kjo është një rast sui generis, nuk ka ndodhur në asnjë vend që të prokurori përgjithshëm mos ketë tagra ose mos ketë asnjë lloj mbikëqyrje mbi një prokurori normale. Kështu që unë mendoj dhe vazhdoj, jam nga ata avokat që mendoj të them që prokuroria shqiptare duhet të kthehet normalitetit. Ne duhet të shkëputemi në gjëra të speciale, sepse gjërat speciale në këtë vend ka bërë dëme të pariparueshme. Kur them ka bërë dëme të pariparueshme, ne në historinë tonë 114 vjeçare apo 113 vjeçare, historisë pavarësisë, kemi ndërtuar 3 herë prokurori speciale. Ka ndërtuar Fanoli në 24 për kundërshtarët politik, ndërtoi Enver Hoxha dhe tani kemi prokurori speciale. Ne vërtet kishim prokurorinë e krimeve të rënda, por mos harrojmë që prokuroria e krimeve të rënda ishte një prokurori që varet nga prokurori i përgjithshëm. Pra, kishte prokurori i përgjithshëm, kishte një farë mbikëqyrje mbi prokurorinë e krimeve të rënda. Dhe kështu kjo vazhdoi. Por me ndryshimet e fundit që janë bërë, pra me ndryshimet me reformën, ta quajtur reformën drejtësi, ne ndërtojmë një prokurori speciale të posaçme kështu me radhë. Prandaj që unë jam nga ata që nuk besoj te këto platformat speciale, sepse mendoj që prokuroria do të niset të punojë dhe të niset nga parimi i saj për duke vënë natyrisht dorën mbi kushtetut dhe betimin që ka bërë që duhet të shërbejë kushtetutës dhe ligjit procedural dhe ligjeve në tërësi, por mbi të gjitha ligjit procedural penal. Kështu që unë nuk e shikoj punën e prokurorisë me sezone, nuk e shikoj me strategji, po e shikoj atë në bazë të funksionojë në bazë të ligjit. Strategjit merren ose masat, plan masash, në fakt, merren vetëm në vende me autokraci dhe mos harrojmë që më kujton planin e masave të Hitlerit në vitin 1933, kur Hitleri mori fuqinë dhe u bë ai që u bë pastaj më pas. Kështu që unë nuk jam për këto lloj strategjish, as për këto lloj ndërhyrjesh apo mund të themi qoftë kjo edhe kërcënime po desheti nga ana e prokurorisë për të thënë që ne duhet të bëjmë atë, duhet të bëjmë këtë. Prokuroria nuk punon as me plan masash, as me strategji, po punon duke u bazuar çdo ditë rast pas rasti në gjurmimin dhe evidentimin e personave të cilët kanë shkelur ligjin. Kështu që këto thjesht më duken një tërheqje vëmendje ose marrje rëndësie nga publiku për prokurorët e posaçëm. Ka dhe 2 pika të tjera të cilat unë do doja t'i trajtonim, sulmet kibernetike për cilën ka ndodhur një rast dhe ka emra që janë bërë me dije, dhe shantazhi që bëhet nga grupet kriminale dhe politika. Por avokat, si njeri edhe i medias tani, më lejo të jap reklamat dhe rikthehem. Shumë shkurt janë, kështu që ki durim vetëm pak.
Rikthehemi së bashku me avokatin Kujtim Cakrani tek strategjia e SPAK deri në 2027. Avokat, një nga pikat, përveç që i druen ndryshimeve ligjore, janë edhe sulmet kibernetike. Unë i trajtova pak më herët me kolegun Rusa, i cili foli dhe me emra dhe me raste kur pak kohë më parë është ndërhyrë në një dosje e cila është diskrete të paktën për arsye të cilat i takojnë institucionit. Ka dhe emra të cilët janë proceduar. Ndërkohë, çfarë ndodh, sa i rrezikuar është një institucion i tillë dhe ku duhet të përqendrohet, ose a duhet ne të besojmë se është parë ndoshta ashtu siç duhet në kuadër të investimeve, strategjisë, në mënyrë që qofse është përballë kaq sulmeve si retorike, si individuale nga bota e krimit, është dhe kjo një pikë të paktën këtë pjesë ta ketë rregulluar? Çfarë dim? Aida, qiko, të them diçka. Krimi kibernetik është bërë një fenomen shumë shqetësues, problematik në të gjithë Evropën, pra për të gjithë policit apo prokurorit e Evropës. Sepse do të kuptojmë diçka. Krimi organizuar, po flasim për krimi organizuar të niveleve shumë të larta, siç janë mafia, ndrangheta, Cosa Nostra apo mafjet e tjera, të cilat investojnë para në personazhe apo në grupe personazh të cilët kanë njohuri të thelluara për sa i përket kibernetikës. Dhe ata përdoren për të hapur platforma, për të ndërhyrë në rrjetet apo në sajtet e policive apo inteligjencës për të marrë informacione apo për të prishur qoftë edhe prova apo për të fshehur drejtësisë. Dhe në këtë kuptim, të gjithë vendet e Eurojusti e kështu me radhë kanë ngritur një shqetësim të madh pasi krimi organizuar është një hap përpara tyre për sa i përket krimit kibernetik. Dhe në këtë kuptim janë marrë masa nga gjitha policitë e Evropës duke rekrutuar dhe duke bërë pjesë të tyre personazhe shumë të rëndësishëm që kanë njohuri të thelluara në informatik. Dhe kjo nuk mund të rrinte pa prekur edhe Shqipërinë. Në Shqipëri nuk është rasti i parë që është arrestuar dhe dënuar. Në fakt është arrestuar dhe është në hetim persona që kanë ndërhyrë si thonë, që kanë akses edhe në prokurori apo në polici. Këtu ka persona të tjerë të cilët kanë hyrë edhe në banka, kanë vjedhur para e kështu me radhë, kanë bërë dëme financiare. Dhe kështu që puna dhe strategjia jo vetëm e SPAK-ut, por edhe policisë së shtetit dhe prokurorive të zakonshme duhet të jetë strategji e cila duhet të rekrutojë dhe të bëjë pjesë të tyre vajza djem të ri të cilët kanë njohuri të thelluara në fushën e informatikës dhe të kibernetikës, sepse është një luftë që sapo ose më saktë ka nisur dhe po zhvillohet në mënyrë të përditshme dhe po rriten standardet e krimit organizuar për sa i përket informatikës. Prandaj që policia jonë apo prokuroria me të drejtë kanë ngritur këtë alarm dhe po merr masa. Unë si njohësi mirë edhe i prokurorisë, po edhe për policisë për shkak të punës, mendoj që janë shumë pas për sa i përket luftës me krimi kibernetik dhe deri tash e kanë humbur këtë luftë me krimin kibernetik. Sepse provat janë aty, faktet janë aty dhe këta kapin vetëm ose arrestojnë dhe ndalojnë vetëm persona të cilët lënë gjurmë që mund të jenë 1 në 1000 dhe i arrestojnë edhe pastaj fillojnë në këtë propagandën e kështu me radhë. Kështu që është krimi kibernetik sot është në një luftë të hapur në të gjithë Europën dhe padyshim edhe në Shqipëri. Por unë nuk e di çfarë strategjie do përdori SPAK-u, se nuk mjafton vetëm që ti ta bësh publike një strategji, por duhet të kesh burimet e mjaftueshme njerëzore që ti ta nisësh apo të kesh struktura të veçanta pranë SPAK-ut apo BK-s që merren në luftën kundër krimit kibernetik. Kjo është ajo që duhet patjetër të ndërtohet siç e kanë të gjithë policitë e vendeve apo prokurorit e vendeve të Bashkimit Evropian. Cakrani, a është sot, meqense në këtë draft të cilën ai zbuloi kolegu Rusa, kishte një pikë të rëndësishme që ka të bëjë me shantazhin që i bëhet prokurorëve, strukturave nga grupet kriminale apo edhe nga politika. A jemi në kushtet e një situate ku realisht kjo strukturë
nuk po lejohet të bëj punën, unë nuk di të them se si kanë vepruar grupet kriminale me kërcënime të drejtë për drejta, sikurse janë thënë pra në disa zëra më herët në takimet informale që ka patur Dumani, apo e ka në kuadër të asaj të një bashkëpunimi që mund të bëjnë grupet kriminale së bashku edhe me politikën. Unë nuk besoj të kjo kërcënimi që bëjnë grupet kriminale. Këtë sa the në bindje. Unë nuk e besoj dhe absolutisht jam shumë skeptik për sa i përket këtyre kështu. Unë besoj që në Shqipëri çdo kush që bën një punën e tij dhe nuk del jashtë kornizës së ligjit që të bëj inkuzicion ose të bëj veprime të cilat i bën në kundërshtim me ligjin, nuk besoj se kërcënohet kush. Nuk, unë po ju marrë, për shembull ka plotë, të kuptohemi, Shqipëria ka qenë një vend që vjen nga diktatura komuniste. Vjen në një vend i cili ku ligji ka dënuar me burgime të gjata, po deshet ju edhe me pushkatime, me burgime të gjata, kështë bërë inkuzicion. Dhe në atë gjitha ta prokurorë të komunizmit, askush nuk pati asnjë problem pas viteve 90. Madje njeriu që ishte inkuzitori në këtë vend ishte Ranit Çela dhe vdiq në 100 vjeç dhe askush nuk e preku, askush nuk ofendoi në rrugë që të kishte frikë. Kështu që unë nuk besoj fare tek kjo që ngrën në pretendimi që ngrën prokurorët e SPAK-ut që thonë që ne po kërcënohemi. Për sa i përket pjesës tjetër që ndihen të kërcënohen politika, edhe kjo nuk qëndron. Nuk qëndron Aida për një arsye vetëm. Politika dhe prokuroria janë gjithmonë në një luftë ndërmjet tyre, sepse fundit një strukturë e tillë siç është SPAK-u, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit, është një strukturë e cila lufton korrupsionin qeveritar. Dhe në të gjithë botën, ata që ndihen të kërcënuar nga prokuroria e sulmojnë, e ka sulmuar dhe Donald Trumpi, po nuk u ndihen prokurorët të rrezikuar që të thoshin që ne kemi frikë se po na kërcënon politika. Janë kërcënuar dhe në Itali, po deshet juve na Silvio Berlusconi, jo kërcënuar, por janë anatemuar për në kuptimin që ka qenë të njëanshëm, kanë bërë luftë politike kështu me radhë. Por kjo nuk është kërcënim, kjo është një konstatim. Kështu që unë nuk besoj fare që prokurorët e posaçëm ndihen të kërcënuar nga krimi organizuar dhe nga politika. Politika mbi të gjitha dhe prokurorit janë gjithmonë në një luftë, po në një luftë të ashpër njëri me tjetrin, sepse janë të dy pra politika është subjekti i SPAK-ut apo i prokurorisë në rastin e përgjithshëm, që natyrisht është ajo e cila heton politikanët. Dhe politikani s'mund të kënaqet kurrë me punën e prokurorisë për 1, 2, 3, 5 arsye. Prandaj që fjalët që përdor Rama apo përdor zoti Berisha apo tjetri, unë nuk i shikoj si një kërcënim, po unë i shikoj si konstatime, sepse çdo kush ka të drejtën e një konstatimi për punën e një strukture të caktuar dhe dikush e mburr, dikush hesht, dikush edhe flet. Prandaj që nuk e shikoj fare që është një mënyrë kërcënimi nga ana e politikës. Në tjetër moment, avokat është... Dhe diçka. Shiko, do të kuptojmë diçka. Zoti Dumani e ka pagën 90.000 euro në muaj, në vit. 90.000 euro në vit, bëni vetë llogarin në 12 muaj sa i bie. Tani, dhe prokurorët e tjerë të SPAK-ut gjithashtu, edhe gjyqtarët gjithashtu, kanë një mbrojtje të veçantë, paguan nga taksat e shqiptarëve dhe i shkon me gjithë familjen, një prokurori, i shkon 10 deri 12.000 euro në muaj shpenzimet nga shteti. Kështu që, nëse ata zotrit nuk han dot presionin, nuk e mbajnë dot presionin e politikës apo të krimit, nuk ka asgjë të keqe që ata të dorëhiqen dhe të lënë aty të shkojnë njerëz të cilët nuk kanë atë presionin dhe nuk bie pre provokimeve. Kështu që mos harrojmë diçka tjetër, që ata prokurorët apo gjyqtarët e krimeve të rënda që kanë dënuar qytetarët krimin organizuar edhe me burgim përjetëse po deshet ju, janë sot rrugëve të Tiranës. Janë rrugëve të Tiranës dhe atkush nuk i ka kërcënuar, atkush nuk i ka shantazhuar dhe atkush nuk i ka pështytur në rrugë apo t'i ketë ofenduar. Kështu që unë këto pretendimet e prokurorët posaçëm sot i gjej pretendime banale, po banale deri në fyese për të gjithë qytetarët shqiptarë. Nuk justifikohet paga deri 10.000 euro me fjalët që unë po kërcënohem.
po kërcënon zotrin dhe punën se bëjnë ata që nuk vjen pres shantazhit. Kaq sa për avokat, po e kuptoj shumë mirë logjikën tuaj, po këtu nuk po flasim për deklarata ose takime që kanë bërë me informale. Këtu po flasim për strategjinë, strategjia e SPAK deri në 2027 dhe një nga pikat është pikërisht kjo, shantazhi që u bëhet nga bota e krimit dhe nga politikanët. Aida, shiko, ju jeni moderatore vjetër, të lutem, nëse nuk e mban dot presionin e krimit të organizuar dhe politikës, shumë bukur mund të japësh dorëheqjen që shkojnë njerëz që nuk e han presionin. Kaq shqip. Kjo është historia. Në Itali, ai prokurori antimafjes që është Gratieri ka 33 vite jeton, nuk ka jetë të tin, as familjare as gjë. Ka marrë presione nga mafja kështu me radhë, janë vrarë një prokuror në Itali, por ama nuk janë tërhequr. Nuk është justifikim ky që u po kërcënojmë, është banalitet, e kuptoni çfarë po flisni apo jo? E kuptoni çfarë po diskutojmë ne në media? Ne po diskutojmë në media banalitet. 13 prokurori, po 13 që ikër zotri, po se bën dot ik. Ku ti qahesh ti? Ku ti quravitesh ti që po kërcënohesh? Më fal. Po ne avokatët nuk kërcënohemi çdo ditë, po kërcënohemi dhe ne. Kërcënohemi dhe ne. Nuk të gjithë kërcënohen në punën e tyre. E çfarë duhet bëjmë ne tani? Po jo tani duhet flasim serioz tani. Sepse fundit prokurori nuk ka pse të kërcënohet. S'ka pse të tremet kur vendimi në fund e jep gjykata. Sepse dënimin e fajësisë apo të pafajësisë nuk e jep prokurori. Prokurori bën hetimin e ndjekjes penale dhe e çon në gjykatë. Gjykata është ajo që duhet të ndihet të kërcënuar. Sepse gjykata është ajo që jep vendimin me burgim të përjetshëm apo me burgime të gjata. Jo, kjo është e papranueshme kjo lloj pretendimi dhe kjo lloj qasje që ne themi në publik, për sa i përket prokurorisë. Avokat, SBA-ja nuk heq dorë nga SPAK, që një nga momente që ne kemi analizuar pas ngrirjes së fondet si pasojë e asaj se çfarë ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe premtimet që kishte bërë Trump pa u mbushur këto 90 ditë, i kemi një përgjigje tashmë ku rikthehet një pjesë e ekspertëve edhe pse Bashkimi Evropian ka qenë këtu. Ka shumë interpretime, mënyra të cilat e shohin qasje, mbështetje ndaj strukturave. Megjithatë për ju si avokat, çfarë do të thotë kjo vendimarrje dhe që ne kemi sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës në një mënyrë prezente? Ata 2-3 ekspertë që kanë qenë aty nuk është se u larguan për shkak sepse u largoi politika, i tërhoqi Ministria e Drejtësisë të Amerikës dhe i tha hajde. Atyre ju ndërprerën aktivitetin e tyre këshillues pranë prokurisë posaçme, sepse sekretari i shtetit ndërpreu fondet e USAID-it të cilat paguheshin këta ekspertë. Dhe kështu që kjo nuk është, ju mendojmë tani, ne po, mënyra se si ne trajtojmë, mediat e trajtojnë, që është ngritur Donald Trumpi dhe kujtuaj që Shqipëri tani po bëhet një reformë dhe kanë mbetur vetëm ata dhe do të dërgojmë ekspertët. Jo. Këtë instrumentalizojnë analistët politikë sepse dikush do të godasi opozitor, dikush do të godasi pozitor dhe mendojnë që ja erdhën aty dhe nuk janë kundër opozitës, se unë kam dëgjuar lloj historish nga njerëz sharlatan që flasin, që u jepet mikrofoni dhe thonë çfarë të duan para. Jo, kjo është shumë e thjeshtë. Ata ishin aty, po japin një asistencë të caktuar, nuk marrin vendime, japin këshillime, janë aty, po bëjnë punën e tyre deri në një moment tjetër, sa të përfundojnë që më mos ketë më nevojë as prokuroria, të ecim me këmbët e saj, edhe kaq. Nuk do ta shikojmë këtë tani si kur Amerika nuk e zë gjumin natën, çfarë po bëhet me SPAK-un në Shqipëri dhe çfarë po bëhet me arrestimet e kështu me radhë. Kështu që ne po japim një rëndësi për të cilën është tej parashikimeve dhe tej mendimit që kanë ata për SPAK-un. Unë e kuptoj që, Bashkimi Evropian do ta mbështesi këtë histori, sepse nëse e shkatërroi Shqipërinë, drejtësi shqiptare, përgjegjësia është edhe Bashkimit Evropian. Kur them e shkatërroi, reforma në drejtësi ishte shkatërrimi me themel i drejtësisë shqiptare. Ishte shkatërrimi që është bërë edhe ligjit procedural penal, edhe ligjit procedural civil e kështu me radhë. E pat besoj dje, jo më larg nga dje, një drejtues i KPK-s që shkarkonte gjyqtar dhe prokuror, i dilte dhe po mburre se ishte në një takim me një ministër dhe kishte shkuar në Greqi. Ja kuptoni kush ishte reforma në drejtësi apo jo? Kjo ishte reforma për të cilën shqiptarët vazhdojnë akoma të mendojnë që ishte reformë në drejtësi. Jo.
Këtu janë paguar Bashkimi Evropian parat, por nuk dihet ku kanë shkuar. Kanë shkuar tek xhepat e atyre të cilët nuk bën reformë në drejtësi, po i vun kazë në drejtësisë, për të sot ne gjendemi përpara një drejtësie që është edhe inkuizitore, është edhe paaft, është dhe jashtë etike dhe është një drejtësi e vonuar nga pikpamja civile. Kështu që pastaj mos të flasim më për pjesën tjetër që është një drejtësi ku kur atje qytetar sot nuk merr papajsi ose nuk merr drejtësi ashtu siç parashikohet në kushtetutë e në ligje kështu me radhë. Prandaj që mos i japim shumë rëndësi tani që Europa po na bë kanami këtu. Europa është përgjegjëse dhe bashkë me ata që ideuan këtë reformë në drejtësi ku shqiptarët sot po marrin pa drejtësi në të gjitha nivelet, në qoftë nga pikpamja penale, qoftë nga pikpamja civile dhe nga pikpamja administrative. Kështu që ky është një debat i cili duhet të hapet dhe ta shikojmë kush është reforma dhe ku kemi arritur dhe ku ishim. Të gjitha sondazhet që janë parashikojnë që drejtësia e vitit 2025 apo 24 është 2 herë më larg nga drejtësia e vitit 2015, pra para reformës së drejtësisë, që tregon edhe një herë që drejtësia ka bërë hapa pas dhe nuk ka bërë hapa para për sa i përket në Shqipëri për sa i përket jo vetëm nga funksionimit, por edhe mënyrës së dhënies së drejtësisë. Ndërkohë, e kam shumë qartë atë se çfarë ju thoni avokat, por më lejo të pyes për diçka tjetër që ka rëndësi dhe që ka të bëjë me një marrëveshje që e kemi komentuar këtu, mënyra se si dy kryeministrat, pra shqiptari dhe kryeministra italiane bën për çështjen e Gjadrit dhe ka patur një dështim fakt për vendosjen e emigrantëve të palishëm, ndërsa tashmë do të strehohen emigrantët të cilëve u refuzuar kërkesa për azil në Itali dhe që presin dëbi. Pra, ka ndryshuar deri diku le themi funksioni, sepse këtu do të ishte si një moment pritës dhe pastaj me klasifikime të tjerë e tjerë. Si e shikon këtë marrëveshje? Çfarë mundet të sjellë? Si funksionojnë? Pa ka patur betejë, ju e dini shumë mirë betejat e Melonit atje me gjysorin dhe çfarë qasje ka patur. Shiko, ne kemi diskutuar edhe në studion tuaj, nëse do shikoni kronikat, unë kam qenë skeptik për sa i përket kësaj funksionimit të këtij ligji. Kam qenë skeptik sepse duke njohur drejtësinë italiane, e cila nuk mund ta pranonte dhe ishte papranueshme që ajo të bësh të ishte një shtojc e programit qeverisë Meloni. Sepse Giorgia Meloni erdhi dhe premtoi italianëve në fushat edhe më pas që unë do zgjidh problemin e migracionit. Dhe problemi i migracionit në Itali ajo mendoi që ta zgjidhte me Shqipërinë. Pra të kthente Shqipërinë një kamp refugjatësh për të cilën ajo të merrte votat në Itali. Tani gjërat kanë ndryshuar. Italia ka ndërtuar atë kampin aty, po paguan karabinier, polic apo policë penitenciar, policë burgjesh, edhe sociologë kështu me radhë, për të cilët nuk kryen asnjë punë aty. Ata emigrantë që erdhën aty u larguan përsëri me vendim gjykate. Tani strategjia e Giorgia Melonit është kjo, që personat me rrezikshmëri të lartë në Itali, ata që janë problematik në qytetet dhe qendrat urbane në Itali, ajo që janë padyshim në vendet e Afrikës e kështu me radhë, ajo t'i sjellin në shëngjim. Pra, do që bë atë institucion aty, atë strukturë aty, që do të quhet strukturë pritje, ta kthej në një burg. Dhe kjo është ajo që po kërkon Giorgia Meloni tani të ndryshojë ligjin. Unë mendoj që kjo është e papranueshme dhe nëse ne shqiptarët do ta pranojmë këtë, do jetë një fatkeqësi e madhe dhe do jetë një turp i madh për të gjithë ne, jo vetëm juristët, po për të gjithë shqiptarët nëse do pranojnë që ta kthejnë Shëngjinin, Gjadrin dhe gjithë Shqipërinë në një qendër krimit organizuar që Italia nuk i bën dot ballë dhe njerëzve problematik që Italia ka. Kështu që nëse duam që krimin italian ta eksportojmë në Shqipëri, kriminalitetin të gjitha niveleve, ta importojmë në Shqipëri, atëre unë nuk di kam fjalë nëse ne do ta pranojmë këtë që kërkon Giorgia Meloni. Fundja Giorgia Meloni do ta përdori Shqipërinë, më fal për shprehjen, si një nevojtore. Do ta përdori Shqipërinë si një nevojtore, ku kryeministri i Shqipërisë për hir të pushtetit të tij, bën edhe këtë lloj koncesioni ku pranon
lloj kriminalësh që gjenden në Itali të vinë në Gjadër. Dhe në pas Gjadri pastaj të përhapen në për gjithë Shqipërinë. Kështu që kjo për mua është një tradhti kombëtare. Është tradhti kombëtare. Dhe është një shkelje e rëndë, jo vetëm e kushtetutës, po e të gjitha ligjeve ndërkombëtare që parashikohen në raste të tilla. Çdo të thotë që duhet të sjellë botën e krimit këtu avokat. Po sepse projekt ligji që ka quar kërkon Giorgia Meloni dhe ka paraqitur në Parlamentin italian është që ajo personat që nuk ishte ofruar mundësia në Itali për të përfituar dokumentat soggiorno apo si thonë ata dokumentat e qëndrimit në Itali apo pasaport italiane, në Itali janë vetëm personat me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Vetëm atyre ku jep mundësinë prefekturat apo policit e komisariateve të Italisë apo Ministria e Brendshme që të pajisen me ne qëndrimin në Itali, duke për shkak të backgroundit të tyre kriminal apo të rrezikshmërisë të tyre që ata paraqesin në shtetin italian. Dhe në këtë kuptim atyre nuk u jepet aty lloj dokumentacioni. Dhe Giorgia Meloni me politikat e saj, se Giorgia Meloni do ta kuptojmë është të drejtën e saj për sa i përket politikave të saj në Itali. Ajo gjithmonë në mendjen e saj mendon, kam ca idiot unë andea, kam një idiot mik në Shqipëri që quhet Edvin Rama, që pranon çdo gjë që ti kërkoj unë për arsye për korrupsionin politik që bën Rama, se ky është korrupsion politik, dhe i propozoi Parlamentit Italisë që të gjithë ata emigrantë që kanë probleme me ligjin në Itali, po janë në gjendje të lirë rrugëve të Italisë apo shesheve të Italisë, ti marrim dhe ti eksportojmë në Shqipëri. Dhe kjo është projekt ligji që ajo ka paraqitur në Parlamentin e Italisë. Dhe kjo ju mjafton ta kërkoni të futeni në sajtin e Parlamentit apo të Senatit të Italisë dhe do ta gjeni që ministri i Brendshëm apo ministri i Drejtësisë Italisë ka paraqitur këtë projekt ligj. Pra, ndryshon ligjin e parë që ka bërë me zotin Rama, pra paktin, dhe ky pakt do nuk përmban më kushtet e para, po do përmbaj këto kushtet e tjera që të eksportojnë në Itali të gjithë personat problematik. Nga flukset e emigrantëve të cilët do të vinin dhe do të verifikoheshin, selektoheshin e do të shpërndaheshin, tashmë ju thoni që Italia në bazë të rregullave të brendshme të penalizon vetëm për çështje kriminale. Dhe kjo kategori, pra për shkak të ligjeve dhe mënyrën se si ajo e ka qasjen si një vend i Bashkimit Evropian, dhe kjo kategori do të vi në Shqipëri. Ju, po e them me fjalë të thjeshta se e thatë shumë qartë avokat, pra ju shihni një rrezik për ne që jemi vendi pritës këtu? Po padyshim, sepse nëse projekt ligji që ka paraqitur Giorgia Meloni, ministri qeveria e saj, në Parlamentin e Italisë, është ky. Gjithë qytetarë, personat, pra emigrantët që gjenden në Itali dhe është refuzuar leja e qëndrimit apo pasaporta në shtetësia me radhë, sepse përbëj rrezikshmëri për rendi në Itali, ajo ka vendosur që t'i sjellë ti kontingjent për Shqipëri. Kjo është e gjithë. Kemi ne avokat kapacitete për një gjë të tillë realisht? Ose kemi ne procedura ligjore për ta ndaluar këtë sot që ne flasim? Apo nuk mundemi që të Pakti që ka, pra, ajo që ka firmosur zoti Rama, që e ka kaluar edhe me ligj në Parlamentin e Shqipërisë, por që u miratua fatkeqësisht edhe në gjykata janë inekzistente kushtetuese, dhe i dha mundësinë atyre që kjo të funksionojë. Dhe kështu që zoti Rama tani thotë që unë ja kam dorëzuar atë territor italisë. Pra, zoti Rama thotë që unë Gjadrin dhe Shëngjinin nuk i kam më territoret e Shqipërisë, se unë për 10 vite apo për sa kësha i pakti, ja kam lënë dhe quhet territor italian. Dhe Italia tani atë Gjadrin edhe Shëngjinin i quhen territoret e saja, përballë të paktit që ajo ka bërë me zotin Rama. Nuk janë territore shqiptare, janë dhënë Italisë ato për një fat sa e ka ajo. Marrëveshja që ka bërë Giorgia Meloni me zotin Rama. Dhe Italia këtë e konsideron pjesë të vetëm.
E kupton apo jo? Ajo që ne kemi diskutuar, pra një procedurë që është ekstrateritoriale dhe që e kanë dhënë pra në administrim që ne na u dukte deri diku me pikpyetje që siç duket finalizohet me këtë veprim që po bëhet, që ne po e bisedojmë. Kjo është logjika. Shumë e thjesht pra, është shumë e thjesht dhe e kuptueshme. Ai është territor italian dhe Giorgia Meloni në të drejtën e saj që ka firmosur me qeverinë shqiptare e merr ata problematikët që ka në Itali, në Milano, në Rom, apo në gjithë qytetet e Italisë dhe i sjell në Shqipëri. Pastaj, se ata do dalin në kampet, do bëjnë pjesë e grupeve kriminale, do bëjnë vrasës me pagesë, apo do bëjnë grabitës, apo çfarë do bëhet në Shqipëri, s'është problem më i Giorgia Melonit kjo. Më kupton? Giorgia Meloni ka hallin që t'i thot qytetarëve të saj në fushatën elektorale të ardhshme, t'i thot, unë pastrova rrugët, pjacat e Italisë nga krimi rrugës, sepse krimi rrugës në Itali është një problem. Ku flas krimi rrugës, është ai kriminaliteti që të vjet çantën, të vjet orën, të grabit shtëpinë e kështu me radhë. Dhe ata ky kontingjent do ta sjellin në Shqipëri, në Gjatën, edhe në Shëngjin. Kjo është e gjithë historia, mos ta folklorizojmë kot tani sikur çfarë po bëhet. Është shumë e qartë pra, e ka thënë, nuk e them unë, e thot projekt ligji që ka paraqitur ajo në parlament dhe në senat. Po, për cilin jemi të pafuqishëm, si pasojë e rezaurimit të gjitha hallkave, si marrëveshje deri në gjyqësor dhe në parlament, dhe nuk ka asnjë veprim sot që mund ta ndaloj pra sot që ne flasim. E qartë, avokat. Unë po të falen... Po. Kjo është ajo që qytetarët duhet ta kuptojnë thelbin e kësaj, sepse nëse vjen krimi ordiner, apo organizuar, apo kriminal të ndryshëm nga Italia, që janë me origjina të ndryshme nga Afrika, nga gjitha vendet e Afrikës, nga Maroko, flukset e migrantë, apo nga Amerika e Jugut e nga janë, atëre Edi Rama mbrojt me bodyguard, mbrojt nga garda, ministra mbrojt nga garda, ata ky krim do rëndoj mbi qytetarët shqiptar, mbi ne të gjithë. Kjo është ajo që ne duhet të na shqetësojë. Taj folklorizimet, paketimet që i bën këta që e rregullojnë bukur detyrimet, jo po ashtu, po kështu, këto janë gjëra kot për të mashtruar me propagandë qytetarët. Por realiteti është ky. Faleminderit, avokat. Faleminderit për gjithë sa ndam së bashku. Të uroj ditë të mbarë, ndërkohë duhet t'ju kujtoj që gjithçka sa u tha për këtë tema që ne përzjodhëm të diskutonim me avokat Sagrinian dhe në faqen tonë zyrtare mcn.tv.al.